si ta bëjmë dallimin mes përgojimit dhe paralajmërimit. Kjo është pyetje që përsëritet shumë edhe njerëzit kanë qasje të ndryshme në këtë çështje. Ka teprues dhe cungues, edhe është rruga e mesme e Ahlus Sunna wal Jamaa. Padyshim se folëm për përgojimin, domethënë folëm se nuk lejohet të flitet për muslimanin keq pas shpine, kur ai nuk është prezent, dhe ky padyshim se është prej mëkateve më të mëdha. Mirë po ka raste kur përgojimi është i lejuar, madje edhe është obligim. Dhe ka folë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për shumë njerëz me emrat e tyre, edhe ka folur për grupe, edhe ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për disa njerëz. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na ka ndaluar përgojimin, ka folë për njeri për të cilin është dashur me paralajmëru. Domethënë njerëz të bidatit, hizbit, thotë shumë i marrin për argument disa fjalë të përgjithshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në disa raste ku ka thënë me balu aqwamin, domethënë si është puna me disa njerëz që bëjnë kështu. Edhe thonë se vetëm ky duhet të jetë menhexhi muslimanit, mos me përmend asnjëherë emër, por me thonë vetëm disa njerëz thonë kështu. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Kjo prandaj mesatarja e pasuesit sunetit është që ta di secilin argument ta vendos në vendin e vet. Edhe secila situatë ka ilaçin e vet, nuk është njësoj. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vet ka paralajmëru kundër njerëzve me emra. Edhe ka thënë për një njeri kur ka kërku leje që të hyjë tek ai, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush është. Dhe ai ka tregu filani, ka thënë bi'sa akhul ashira, domethënë njeri i keq, shkurtimisht me thënë, njeri i keq është ky që erdhi. Pastaj është sjell mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta, dhe kanë pyetur, domethënë ti kur kërkoi leje, kur tregoi se kush është, the kështu e kështu, pastaj u solle mirë dhe i buzëqeshe. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtu është qëllimi, domethënë me paralajmëru kundër veprës dhe kundër personit. Se ka thënë inna sharra an-nasi manzilatan 'inda Allahi yawm al-qiyamah, domethënë njerëzit me pozitën më të keqe tek Allahu ditën e gjykimit, kush janë ata të cilët men tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshihi, domethënë ata ai njeri të cilit i ruhen njerëzit, domethënë ose i largohen njerëzit për shkak të gojës së tij të fliqur, për shembull, ose domethënë që t'i ruhen fjalëve të tij të këqija. Domethënë ka njerëz që njeriu mundohet mos të hyjë me ta në bisedë ose në konflikt, sepse është gojfliqur ose diçka e tillë. Domethënë ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me emër, domethënë edhe personalisht nga dikush, dhe mos flasim, gjithashtu edhe ka bojkotu musliman, domethënë sahabe, që padyshim se janë musliman dhe në rrugën e saktë, mirë po për gabimet i kanë bojkotuar. I ka bojkotuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç janë ata 3 veta që janë përmendur në Kur'an. Prej tyre Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Dhe gjithashtu mos flasim domethënë se sa shumë ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për grupe. Ka paralajmëruar kundër xhavarixhve, edhe ka paralajmëruar gjithashtu për bidatin përgjithësi. Domethënë pasi në atë kohë nuk kanë qenë të paraqitur. Dhe thamë edhe në Kur'an gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka refuzuar disa njerëz me emra, edhe disa me grupe, domethënë me cilësi, pra mosbesimtarët ose të padrejtët ose mëkatarët e kështu me radhë. Dhe prandaj këtë menhexh më së miri e kanë kuptuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj ata kanë folë dhe kanë paralajmëruar kundër xhavarixhve që kanë dalë në kohën e tyre, kanë paralajmëruar kundër qaderive. E kështu me radhë, domethënë pastaj me paraqitjen e devimeve të shumta, me më shumë devimeve, domethënë në kohën e tabiinëve kanë paralajmëruar edhe më shumë, edhe kanë thënë
e kanë pyet Imam Ahmedin, a nuk friksohesh se për gjithë këta njerëz që ka fol me emër me mbi emër. Do thënë ka fol me emër, emrin e babait, kunjen, prejardhjen, piku e ka që dihet saktësisht për kanë flitet. Edhe kanë thonë, a nuk friksohesh se kur të vish, do të thënë ditën e gjykimit, gjithë këta kundërshtar do t'i kesh sa shumë, do të thënë njerëz ke fol kundër tyne. Ka thonë, me ardhë ditën e gjykimit, edhe me qenë i gjithë njerëzimi kundër meje, është më e dashur për mua se sa me ardhë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe më thonë pse nuk e ke mbrojt sunetin tim. Prandaj kur është qëllimi për ruajtjen e muslimanëve nga devijimi i dikujt, ky është me thonë përgojim i lejuar. Prandaj kam thonë për në kohën e selefit kam thonë hajdeni të bëjmë gibet për hir të Allahut një kohë. Ose të përgojojmë për hir të Allahut. Do të thonë të flasim për ata që e dëmtojnë fenë edhe që të ruhen muslimanët. Prandaj kam thënë gjithashtu se la ghibata lil mubtadi'. Do të thonë nuk ka ghibe, nuk ka gibet ose përgojim për bidatxhiun. Pra kur flitet për bidatxhiun, që të ruhen muslimanët nuk është përgojim. Edhe nuk është mëkat, përkundrazi është prej xhihadit në rrugën e Allahut. Do të thonë është obligim që duhet patjetër dikush ta barte dhe ta heqë këtë dëm nga muslimanët. Këtë duhet ta kuptojmë se argumentet janë të qarta, siç tham nga Kurani, nga Suneti, nga fjalët dhe veprimet e sahabeve dhe gjithashtu nga fjalët e shumta tabiinëve dhe dietarëve të umetit në secilën gjenerat deri sot. Prandaj ka thonë për shembull Hafidh an-Nawawi rahimahullah, ka thonë se të flasësh keq për dikant nuk është gibet, nuk është përgojim në 6 raste, dhe një prej tyre ka thonë au muhadhiran, ose ai që paralajmëron. Do të thonë që u thot njerëzve se që u thot muslimanëve, do të thonë të ruhen prej devijimit dhe prej dëmit të tij. Edhe nuk ka dyshim se njeriu kur dikush të paralajmëron, nëse i thu dikujt, pra ruhu prej filanit, se mund të mashtroje në çështjet e dunjas, ose është hajdut edhe vjedh, ka mundësi mos e fut në shtëpi, do të thonë se ka mundësi me të vjedh, edhe kur ja thu këtë dikujt, patjetër se secili njeri me logjik të falenderon. Do të thonë që ta ruaje dunjan e tij. Edhe prandaj të thuhet njerëzve ruhuni prej atyre që janë hajdutët e fesë, që ju devijojnë edhe ju dëmtojnë në rrugën e xhenetit, padyshim se duhet të jetë, do të thonë është më së logjikshme që është në rregull. Prandaj do thotë, kjo çështje është e qartë dhe paralajmërimi është kur ekziston devijimi dhe thirrja për devijim e dikujt dhe prej tij mund të dëmtohen muslimanët. Ky është paralajmërim. Kurse përgojimi është vetëm thjesht përmendja e të këqijave për qëllime epshore ose personale, për ta nënçmuar dikën, ose si folëm më herët për të do të thonë në mësimin e kaluar folëm për këtë çështje. Si kanë përmendur dietarët, do të thonë kush mundohet duke e përgoju dikën që të fitojë pozitë për vete në punë ose në famë e kështu me radhë. Kjo do thotë është e qartë që nëse bëhet për çështje dunjas. Prandaj dallimi është dallimi mes përgojimit dhe paralajmërimit është që përgojimi është përqeshja ose nënçmimi i dikujt me diçka që e ka ose me diçka që nuk e ka. Do thotë të dyja janë format përgojimit, por padyshim se nëse e thua për dikën atë që nuk e ka, është më e rëndë se sa kur flitet, do të thonë për ndonjë tmet që e ka. Për shembull thuhet përmendet se hec kështu ose shikon ashtu ose flet kështu ose i ka rrobat kështu. Do të thonë këto janë përgojime, kurse kur flitet për dikën, do të thonë që të ruhet interesi muslimanëve, qoftë për dunja ose edhe më rëndësishme për fe, atëherë është paralajmërim.